Por serverat e kryeministrisë ka me klinike të cilat ufshin. Pse ufshin? Keni ndonjë koment për këtë? Kush? Nuk kam asnjë ndjenjë për këtë. Kryeministria nuk ka patur si kryeministri asnjë lloj serveri për vëzhgimin. Në qoftë se garda ka patur serverin aty, është punë tjetër. Garda në kryeministri, në presidencë, në ministri, kudo ka një zyrë. Ka një zyrë të vetën, sepse ata kanë përsipër siguri. Çfarë mbajnë aty është punë e tyre, s'është punë e tjerëve. Nga ta ke mund tjeni, të besoj unë, çfarë ka ndodhur është hetuar. Është jetim i plot, i bërë vite dhe ka dënime përkatëse. Kështu që unë nuk jam thirrur asnjëherë, sepse urdhë. Edhe unë do t'jap çfarë di unë.